Drejtori i Drejtorisë Doganore Boban Nikolovski ka njoftuar se është përgatitur një ligj i ri për doganat. Ai tha se Drejtoria e Doganave ka hartuar një draft tekst të ligjit të ri për doganat të harmonizuar me ligjin doganor të BE-s, për të cilin tha se presin të hyjë në fuqi deri në fund të këtij viti. Thelbi i ligjit është përmirësimi i kushteve për të bërë biznes dhe integrimi më i shpejt në tregun e vetëm të BE-s, duke krijuar operacione doganore plotësisht digjitale, pajtueshmëri të plot me sistemet e përdorura në BE, në zbatimin e të cilave tashmë po punojmë, si dhe duke siguruar siguri më të madhe të mallrave. Nikolovski theksoi se dialogu i rregullt është çelësi për përmirësimin e proceseve dhe përmirësimin e klimës së biznesit në vend, me të cilën të gjithë palët e interesuara kontribuojnë në stabilitetin ekonomik të vendit dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë së vendit. Gjatë kësaj periude, ne po punojmë intensivisht në zbatimin e një sistemi të ri nacional me një sportel të vetëm, i cili duhet të mundësojë dorëzimin elektronik të aplikimeve për lëshimin e licencave dhe lejeve në një vend me një fuqie të vetme të dhënave. Nikolovski tha se me miratimin e projektligjit për ndryshimet në ligjin për tarifën doganore, do të ulen norma doganore për 67 produkte që përdoren si lënë të para ose mallra të ndërmjetme në sektorin automobilave, përpunimit të metaleve, metalurgjisë dhe energjetikës.